atij trajtimi që i bëm temës së protestave. Se kur më parë. Kalojmë me rubrikën tonë të preferuar, Friendly Fire. Rama më rri në Korçë me helikopter. Kaq e gjithë shaka. Në Korçë, nuk kam asnjë shaka, por është shkuar vetë. Ai vazhdon, po njëjti Po, shkon. edhe nga Korça kishte shkuar në Vlorë. Pra me helikopter. Vetëm lazëkush për adese ka bërë kështu një udhëtim kaq të ishte i dashnore. Histori e vjetër. Kryeministri holandez adopton një qen nga Kosova. Qeni është shprehur më mirë se te fusha aviacion. Nuk besohet që thash unë. Vazhdojmë. Zbulohet kulti ku ndjekësit hanin jashtëqitjen e liderit. Pasi e ka parë këtë Edi Rama shprehur. Shiko. Interesante. Shpresoj mos ta ketë parë në helikopter. Kristi Lamaj pas daljes nga Big Brother shpreh dëshirën për të bërë baba. Baba Bektashin sa duket. Ta festoj festën e Ashurës me Kristin. Do të bëj një këngë për Ashurën ai. Tunde moj hashurë. Tunde moj hashurë. Mirë, erdhi për të rregulluar dhëmbët, gjendet i vdekur 80-vjeçari gjerman. Policia po heton të dyshuarit. Forcohet ushtria gjermane, blen drone kamikaze. E po e treta e vërteta. Dhe e imja gjithashtu. Le dimi. Na u desha shumë për ta nxjerrë këtë, është era e fundit që e bëjmë. Në sofrën shqiptare, çdo moment me nder fillon me shijen e duhur. Tona, një brend që shoqëron prej vitesh tryezat tona dhe do na shoqërojë edhe ne gjatë gjithë sezonit.